Vlezër të nderuar, xhamatlet e pranishëm. Allahu Azza wa Jall në një ajet të Kur'anit ju drejtohet disa besimtarve me disa cilësi ku i përgëzon këta besimtar me xhenetet, me lumejt, me pallatet, me vendet e ndërtuara dhe të shkëlqyeshme për besimtarët të cilët i përkasin këtire 4 cilësive. Ku tha Allahu Azza wa Jall, wa bashiril mukhbitin, tha përgëzoj ata të cilët janë të përulur, të bindur ndaj Allahut Azza wa Jall. Ata të cilët zemrat e tyre i kanë të mbushur me dashurin Allahut Azza wa Jall, me frikë respektin, ku ndriçon imani i tyre, shkëlqen me dritën e Allahut Azza wa Jall. Ata njerëz janë robër ata njerëz janë robër të cilët janë të kënaqur me krijuesin e tyre, e kanë të përmbushur zemrën me iman, me besim, me tauhid, me ndjekshmërinë e profetit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe se Allahu Azza wa Jall është i kënaqur me këta njerëz, vëllezër të nderuar. Allahu Azza wa Jall po thot: "Wa bashiril mukhbitin", përgëzoj ata të cilët janë të drejtuar, të përulur me zemra, me shpirtat e tyre ndaj Allahut Azza wa Jall. Alladhina, fa Allahu Azza wa Jall, wa bashiril mukhbitin, përgëzoj ata mukhbitinët të cilët, tha Allahu Azza wa Jall, walladhina amanu wajilat qulubuhum, ata që i besuan Allahut Azza wa Jall dhe ju rënqethën zemrat e tyre. Ju rënqethën zemrat besimtarëve kur e përmendin Allahun Azza wa Jall. Walladhina amanu, ata të cilët e përmendin Allahun Azza wa Jall, ata të cilët kanë besuar, wajilat qulubuhum, atyre ju tërqethën zemrat e tyre kur e përmendin Allahun Azza wa Jall. Po ashtu tha Allahu Azza wa Jall: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tha me të vërtet besimtarët janë ata kur e përmendin Allahun Azza wa Jall, ju tërqethen atyre zemrat dhe ju shtohet atyre imani kur ata i lexojnë ajetet e Allahut Azza wa Jall. Pra kështu e përshkruan këtë zemër besimtari që ta ketë të përmbushur me besim, me iman dhe me bindje ndaj Allahut Azza wa Jall. Ashtu si që kanë përshkruar dietarët, zemra e besimtarit duhet të jetë sikur një shpend i cili i ka dy krahat e saja. Në një krah e ka frigën, në tjetrin krah e ka shpresën. Nëse njërin krah do t'ja kishim këputur, atëherë do të rrëzohet. Kështu besimtari ka frikë ndaj dënimit të Allahut Azza wa Jall, ka frikë ndaj xhehenemit, ka frikë ndaj ndalesave të Allahut Azza wa Jall dhe nuk i bën ata ndalesa, po ashtu ka shpresë në mëshirën e Allahut, ka shpresë në xhenetin e Allahut, ka shpresë në dhuntitë e Allahut, e kjo zemër e cila është wajilat, e cila është zemër që tërqethet kur i përmendën ajetet e Allahut, kur i përmend fjalët e Allahut, kur lexon ajetet e Allahut, ju tërqethen atyre zemrat dhe ju shtohet atyre besimi, ju shtohet atyre njerëzve imani. Këta janë që e kanë cilësinë e parë që i përmendin këtë ajet. Pastaj tha Allahu Azza wa Jall: "Was-sabirina ala ma asabahum", dhe këta besimtar janë durimtar në caktimin e kaderin e Allahut Azza wa Jall. Këta janë durimtar në ndalesat e Allahut, këta janë durimtar i kryin obligimet karshi Allahut Azza wa Jall, dhe këta janë durimtar kur i godet ndonjë fatkeqësi, qoftë nga pasuria e tyre, qoftë nga fëmijët e tyre, qoftë nga malli i tyre, qoftë nga vetja e tyre, çdo sen çka i godet, ai është durimtar. Për atë tha Allahu Azza wa Jall, i sprovoj këta zemra për t'i qitë në shesh, tha: "Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri sabirin." Tha Allahu Azza wa Jall, ne do t'ju sprovojmë juve me frikë, do t'ju sprovojmë juve me marrjen e pasurisë,
me vetën tuaj, me fëmijët tuaj, wa bashshiri sabirin, dhe përgozoj këta durimtarët, alladhina idha asabatuhum musiba, kur i godet këta njerëz ndonjë musibet, ndonjë fatkeqësi, ata thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, të Allahut jemi dhe tek Allahu do të kthehemi. Çdo sen çka posedojmë, nga pasuria jon, nga shëndeti jon, nga fëmijët ton, çdo gjë që ne e posedojmë janë të Allahut dhe një ditë të gjithë do të kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. Për atë besimtari i cili është i bindur në caktimin e Allahut, ai e ka zemrën e qetë. Për ata tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, ajabun li amri mu'min. Është çudi çështja e besimtarit, idha asabethum darraun fasabr, nëse e godet ndonjë e keqe, ndonjë fatkeqësi, ai bën sabër. Wa idha asabethum sarra, nëse godet ndonjë mirësi nga mirësitë e Allahut, fa shakar, ai e falendron Allahun azza wa jall. Alaysa dhalika illa li mu'min, dhe kjo mirësi nuk është për askën tjetër, por pos për besimtari i cili është i bindur në përcaktimin dhe caktimin e Allahut azza wa jall. Pastaj tha e treta nga cilësitë e këtyre robërve që i ka përgëzuar Allahu azza wa jall me xhenetet e tij, tha alladhina yuqimuna salat, ata të cilët e falin namazin. Ata janë të përkushtuar në namazin e tyre, ata me thirrjen e ezanit, ata e marrin abdesin, e din se me marrin e abdesit falen gjunahet, e din se me shkuarën xhami çdo hap i shtohet nga një shpërblim, dhe çdo hap i fshihet nga një gjuna dhe ngritet nga një gradë lart tek Allahu azza wa jall, dhe e lidh raportin e tij të cilët e ka me Zotin e tij, dhe e di se kjo është lidhja me Zotin e tij, ai është i përpikt, ai është i përkushtuar në namazin e tij, ai i kryen shtyllat në namaz, ai i kryen obligimet, vaxhibatet e namazit, ai i kryen të gjitha rregullat, e fal me përkushtim këtë namaz. Këta njerëz janë që i ka përgëzuar Allahu azza wa jall, dhe tha në fund cilësia e katër, wa mimma razaqnahum yunfikun, dhe nga ajo pasuri që i ka furnizuar Allahu azza wa jall, ata japin nga zeqati i tyre, ata japin nga sadakaja e tyre, japin nga ata të cilët janë obligime, dhe japin nga ata të cilët është vullnetare për të arritur kënaqësinë e Allahut azza wa jall. E Allahu subhanahu wa taala tha, këta njerëz që tërçetën zemrat e tyre, këta njerëz të cilët bëjnë sabër në përcaktimet e Allahut, këta njerëz të cilët e falin namaz me përkushtim, këta njerëz të cilët japin sadaka dhe japin lëmosh për njerëz, dhe ju thon njerëzve, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazan wala shukura. Këta i ushqejnë njerëzit, ju japin njerëzive dhe thojnë nuk kemi nevojë për falënderimin ndaj juve, po ne e presim këtë shpërblim tek Allahu azza wa jall, që është shpërblimi i madh në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën rob të devotshëm, të na pajis zemrat tona me ndriçimin e Kur'anit, me ndriçimin e sunetit, me ndriçimin e besimit, me ndriçimin e imanit, të na ngrit në këtë dunjë dhe të na ngrit në ahiret në gradat larta të xhenetit, të kemi zemra të cilët janë muhbitin, të cilët janë të porulura dhe të bindura ndaj Allahut azza wa jall.